mund të ndryshon, mund të përshtatet, por a dini si, hapi I parë për mu përshtat është apo du mu përshtat, apo du me I bë kompromis. Tash kompromisi gjithmonë është nëse unë du me bë kompromis, çka kam me fitu për çet kompromis, çka po e marri, sepse unë po japi diçka për këtë, po investoj diçka për këtë kompromis. Por a jam tu marr çatë çka po duhen me marr, okay? Edhe në këtë mënyrë, tash nëse nuk e gjen atë se çka po bën kompromis, çka po investon për me marr, dhe nëse nuk e gjen, atë krijohet konflikti. Tash kur dojmë na me shëru çet konflikt, nuk mund të shërohet apo nuk mund të trajtohet që ky konflikt aty për aty. Për me thënë që, okay, ti dush patjetër me e bë këto. Jo, për me arrit deri tek trajtimi, deri tek kompromisi, ne duhet të dim si është ndërtu që ky koncept. Pra, nëse për shembull për mu nuk është e drejtë që vetëm unë me punu, okay, kurse dikush tjetër mos me punu, ose shumë pak me punu, atëherë unë duna me pa për shembull, pse unë po punoj për shembull 7 orë, 8 orë, 10 orë, 15 orë, okay? E dikush tjetër po punon veç 2 orë. Okay? Tash, na e dim për shembull, ka pas raste kur në klinika të ndryshme, por edhe në klinikën time kur vijnë për shembull çiftet edhe thotë si thotë ka qenë vajza e hasretit. Na nuk e kemi leju që vajza jonë të lodhet, ajo vetëm ka ditë me mësu, ka studiu, ka kryu fakultete, ato këto, kretë këto, edhe kur është martu, edhe burri thot, hajde diçka me I bo, për shembull për mëngjes, thot, jo, unë nuk di me bo gjella, sepse asnjëherë nuk kam bërë në shtëpi gjell. Okay? Po çka din ti? Thot vetëm muj me përzhit për shembull vezë, ose çfarë po di, diçka sallatën aty, okay. Sepse asnjëherë nuk e kam bërë aty. Dhe tash lindin konfliktet. Tash burri thot, a vetëm unë dona me bë gjella, qysh një grua je martu edhe s'po din gjellën, okay? Thot jo, sepse na si nuk më kanë mësu mu prindrit e mi. Tash shikoni, prindrit e mi nuk më kanë mësu, kjo është tash koncepti që është ndërtu tek personi, një person në karakterin e saj. Tash shtrohet pyetja, a mundet kjo? Po. Por është çështja hapi parë është nëse don me investu. Çatë ndryshim. Çatë ndryshim. Kjo nuk ka me që vetëm ndryshim. Sepse çdo ndryshim ka të bëjë edhe me zhvillim. Pra, tash karakteri I saj nëse pranon kjo me ndryshu, pra me investu, kjo në të njëjtën kohë edhe ka zhvillu karakterin e vet. Pra thjesht prej një personi që nuk ka ditë për shembull me bë gjella, sot arrin me bo gjellat. Dhe është edhe e lumtur, por në të njëjtën kohë edhe e ka atë lumturinë që e ka investu në familjen e vet, apo në bashkësinë e vet. Dhe kjo tani përcillet, po ashtu edhe me fëmijët e vet. Dhe ajo ka me pa që, pas ka qenë gabim, që prindrit e mi nuk më kanë mësu se si me bo gjella, prandaj tash kjo, kur lind fëmija, kur rritet fëmija, ka me mësu se si duhet me bo të fëmijën. Prej pasojave të veta. Absolut. Tash mos të quajmë pasoja, okay. Pasoja në thojza. Absolutisht, po mungesave të saj në zhvillimin e personalitetit.